Deri në ofanzivën e shtatorit kom vepru si ushtar i shtapit lokal Trashishit, komandant e KNP-s Hazir Gjocaj, i cili ka qenë ushtarak i Jugosllavisë, në njeri me përvoja ushtarakët Jugosllavisë që e kanë gjoft ata se ka ditë me në përgatit mirë. Jemi shku vullnetar, jemi konë edhe në Drenicë, në disa vende si vullnetar, diku një 11 djemë të fshatit Trashish. Ka qenë heroi i kombit Agush Gjoci, Bujar Shala që është dëshmor, Armend Vezera, Syl Vezera, edhe disa tjerë për ju hinë hak në Sret Shala, ata e kom pas shak pa ndashëm. Kanë qenë disa djemë që po të thamë është probleme i gjithës e djemë. Asnjë nuk ka qenë më i shkurt se 1,80 m, me një fizik shumë të mirë, edhe e kanë dashur luftën me zemër. Ka më thonë me moral të fort, me vullnet. Me moral të fort, me gjithë shka të fort. Deri në ofanzivë shtatorit kemi vepru bashkë. Kur odhes lufta në lojë prej Drenicës jemi kthy, se e pam që veç duhem me konë këto, jemi kthy, jemi konë lojë atë ditë, edhe prej aty kemi vazhdu në shtab lokal, ku do që ka pas nevojë, jemi konë atë. Jena angazhu. Po deri në ofanzivë shtatorit. Ofanziva shtatorit u bo pak si nxehtë. Pse? Depërton shkjet me në zonë gjithë ka, disa njerëz elshon veç frontin, ashtu kryon rrethonat që u largun shumë ushtarë. Edhe metëm shumë pak, Ramushi kështë met me shumë pak djemën e tonë, edhe unë e pa ta dolat ku për Shqipëri. Se po nuk kom najt, unë e krejt kom najt 2 javë, edhe ju më këthim rena. Nuk kom mujt në asnjë mënyrë me qëndru atje.